rreshje thuajse në të gjithë vendin, pasi mund të themi, dhe kjo është evidente, që ka qenë një dimër i ngrohtë, me pak fenomene, me pak rreshje shiu dhe pak rreshje bore, jo vetëm në vendin tonë, por edhe Europa ka përjetuar këtë dimër që s'mund ta quajmë dimër. Po sigurisht, sepse pati një luhatje, le të themi kështu edhe të madhe të kohës, sa i takon rreshjeve të dendura të shiut. Mund të sjellë deri në përmbytje, pra le të themi mund të jetë me intensitet të lartë. Po në zona të caktuara, pasi ka një periudhë të gjatë që nuk ka patur rreshje dhe dita e marta dhe mërkura, e marta kryesisht në Vlora, Durrësi, kryeqyteti do të jenë të vrrueshme dhe pastaj mund të shkaktohet në zonat të caktuara, këto që janë qytete që janë në nivelin 0, nivel të detit, dhe mund të shkaktojnë për shkak të këtij cikloni, por do të jetë era problematike dhe një erë fortë dhe me temperatura të larta. Pastaj më pas ditët e fundit të marsit, rreshjet do të humbasin intensitet, por do të mbetet i paqëndrueshëm. Duhet të theksoj edhe një tjetër fakt, to janë gjithmonë të dhënat stinore të grumbulluara nga qendra rajonale e Londrës, nga zyra meteorologjike. Edhe muajin prill e parashikojmë të jetë me temperaturat të larta, pra do të jetë nxehtë, mund ta quajmë, por ka një lajm të mirë quaj unë. Okej. Më në fund, në fund. Shumë afatgjatë, por janë gjithmonë të dhënat me statistika të klimatologjisë të zonës të zyrës meteorologjike, që muaji maj, qershor dhe korriku nuk do të jetë nxehta. Do të largohet ky nxehti që tashmë është vërtet një anomali që i nxehti ka përfshirë deri Skandinavinë dhe do të jetë dhe muaji prill, pra me temperaturat të larta +1, +2 gradë në të gjithë pjesën e Europës lindore, ndërsa fundi pranverës, maj dhe në qershori korriku na del, gjithmonë ka një margj gabimi, por nuk gabojnë. Nuk do të kemi këtë verën e nxehtë përvoluese. Të shohim çfarë do ndodhi. Ndërkohë, un këtë kisha si pyetje të radhës, por ma doj të paksa. Domethënë nuk do shkojmë në atë përvëlimin, po themi çdo situatave shumë të larta. Të paktën kanë dalë të dhëna sinore për se theksova, qershori dhe korriku nuk do të kemi aktiv shumë këtë nxehtin afrikan, anticiklonin afrikan. Shpresoj që të rikthehet ky anticikloni azoreve, i cili na ka munguar të paktën në këto 10-20 vitet, pasi para 30 vjetësh jemi i vogël, por verat nuk kanë qenë kaq të nxehta, sepse ka qenë në rol anticikloni azoreve, i cili është në Atlantik dhe ky sill verë të freskët dhe temperaturat në Shqipëri të paktën nuk e kalonte 32, kur kalonte 33 gradë ishte gjë e rrallë. Tashmë ne kemi mbi 40 gradë thuajse i gjithë vendi. Dhe parashikohet që këtë vit ta kemi më të tërhequr anticiklonin afrikan, i cili sjell vapën përvoluese dhe temperatura mbi 40 gradë. Por të gjitha do të mbeten për tu rikonfirmuar, pasi gjithmonë këto modele stinore kanë një margj më të lartë gabimi. Por tendencën e kanë korrekte, mund të themi. Kur jemi bashkë në Athens, kemi shansin dhe mundësinë e mirë që nuk kemi në limitet të kohës, sigurisht jepin ato sekondat që bien kur jemi në ekran, po. Do të pyes gjithashtu edhe për ndryshimet klimatike. Besoj edhe ato kanë luajnë një rol të rëndësishëm. Ndoshta edhe pakujdesia e njeriut, dhe kur drejtohemi njeriut, flas në rang global, se nuk është se për shkak ndikim një apo dy persona, por që gjithsecili nga ne mund të kontribuojë në një farë forme. Është shumë e vërtet. Po, është shumë e vërtet që tashmë në këto 10 vjeçarët, 20 vjeçarët e fundit po flitet shumë për ngrohjen globale. Dhe sigurisht që njeriu është e studiuar, ka ndikuar në ndryshimin e klimës, por mbetet sërish të paktën nga zyrat meteorologjike të Europës që janë lider, është një proces klimatik. Ne nuk e dim çfarë ka ndodhur para 300 vjetësh, nëse kanë qenë këto kushte. Por sigurisht që njeriu, planeti Tokë, jemi mbi 8 miliardë tashmë, me gjithë teknologjinë, me gjitha gjërat që ne tashmë dim çka ka ndodhur, ka ndërhyrë dhe ka ndikim te ngrohja, tek ndryshimet klimatike, te ngrohja globale, që tashmë po ndihet dhe kemi shumë afër, pasi kemi në të paktën në to 4-5 vitet e fundit nuk po përjetojmë borë dhe temperatura shumë të ulta me ngrica dhe me akull. Por e theksoj, njeriu ka ndërhyrë, ka prishur rregullat ciklin planet Tokë, sepse kur Toka krijuar dhe u bë me kushte të favorshme për njeriu, ka qenë shumë pak para 2 vjetësh, kanë qenë shumë pak gjallësa dhe ishin në ekuilibra planet Tokë, oqean Tokë. Tashmë ato janë prishur prej 100 vjetësh, që në kohën në Londër, para 1900, kur filloi industrializimi, dhe që aty filloi gongu të binte për ngrohjen globale, për ndryshimet që i dha njeriu. Çka do të vini më pas?
Po, dhe sigurisht më shumë, dhe sigurisht vendet më të fuqishme, ato janë dhe vendet që ndotin më shumë ambientin. Dhe gjithmonë ato janë vendet dhe një fakt tjetër, Shtetet e Bashkuara ishin ato që e prishin marrëveshjen e Parisit, që është bërë sepse nuk i intereson, sigurisht sepse ato janë vendet më të fuqishme, ato fitojnë më shumë para. Por, unë e theksoj, pra bie jam të paktën mendimin tim dhe besoj dhe shumë të tjerë studiues, gjeograf, fizikant, meteorolog, është dhe një proces klimatik. Tashmë është një proces klimatik dhe si duket ne ndodhemi, toka ndodhemi në këtë proces. Do të jetë në çdo vit pak dhe nuk e di se do të zgjas ky çdo vit do të kemi dimra më të butë dhe vera më të nxehta. Dhe duket se do të migrojmë drejt veriut të Europës. Evropës. Dhe shpresojmë që mos të bëhet shkret të tjerë gjithë, nëse të Uroj. Ditë e largët, kjo dhe qoftë sa më e largët. Nuk do të mund ta mbyll dot pa të pyetur në raport me televizionin. Të mungon televizioni, si e ke raportin tani, do më je drejtuar në një tjetër objektiv? Unë punova për shumë vite në televizion, por më mungon televizioni kur punonim bashkë, Ermal. Nuk e them, nuk ta bëj qefin. Nuk ta bëj qefin. Sigurisht është televizioni shumë i bukur, është shumë kënaqësi ajo puna finale kur ne dalim aty. Por për momentin nuk jam penduar, jam e kënaqur, besoj që kam lënë një gjurmë dhe sigurisht televizioni e realizova, besoj, e dhash kontributin tim, e realizova një cikël dhe vjen një moment që duhet i themi stop disa gjërave. E kupton vetë, e ndjen vetë. Është proces, është një proces edhe ky. Dhe shpresoj tani jam sigurisht në profesionin tim, por në një tjetër linjë, në një tjetër stad, ku vërtet është një institucion shumë i rëndësishëm dhe një punë shumë e rëndësishme kur ajo ka të bëjë me sigurinë e personelit që fluturon. Do nisësh nëse do të ti. Atë unë jam ajo që kontrolloj meteorologun, e ka dhënë saktë dhënat pilotit që ti të fluturosh sa më komod. Të lutem mos gabon ndonjëherë në këto vite të gjata eksperiencë, nuk e gabuar ndonjëherë, po sidomos atë gabimin ajror mos e bësh kurrë. Faleminderit shumë. Kam një kërkesë të fundit, se jo se ti nuk do të jesh më në media dhe nuk do të vijë rasti që të flasësh më, po do doja shumë për ndjekësit tanë të përbashkët që kemi patur në program, edhe për ndjekësit e Times, si ti drejtohesh kamerës tani, ndoshta me një mesazh. Ndoshta mirë njohje, falenderimi për gjithçka ose për shëndetje, se di. Ndoshta sepse i kemi shumë të rregullt edhe strikt. Faleminderit shumë Ermal. Në fakt e vërtet ja kam një borxh sepse edhe tani më shkruajnë shumë në rrjetet sociale, por nuk kam mundësi, nuk si ndiksu që t'i shkruaj. Unë vërtet ju falenderoj shumë dhe sigurisht që më kërkoni, keni patur besimin tek mua dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe unë jam munduar, e kam përcjell me shumë naturalitet, me shumë përgjegjësi, sidomos kur për ju më keni ndjekur çdo ditë dhe unë ju falenderoj shumë, po ku ta dish asnjëherë nuk i thon kur mos thoj kur. Ku ta dish? Mund të kthejmë televizionin Ermalit. Se jo, do ishte shumë kënaqësi. Unë falenderoj. Të falenderoj shumë Zela, gjithmonë e thjeshtë dhe mbi të gjitha profesioniste. Faleminderit Ermal, të uroj suksese në profesionin tënd që e bën me shumë pasion, dhe në të gjithë punët e tua, gjithmonë në linjën e gazetarisë, të kërkimit lajmit, dhe gjithmonë t'jesh i pari në lajm, se kjo është mision. Faleminderit shumë. Faleminderit.